Ti më bërë diçka që unë kur nuk do ta kisha bërë ty. Dhe kjo është pjesa që më dhem më shumë. Sepse unë do të kisha mbrojtur. Do të kisha zgjedhur edhe kur nuk ishte e lehtë. Kur nuk do të kisha bërë të dyshoje në qëllimet e mia. Ti më bëre të dyshoj në gjithë shka që mendoja se ishte reale. Dhe tani nuk dua asnjë lloj miqësie me ty. Jo nga inati, por nga paqja. Nuk ndihem më e sigurt të lejoj të më njohësh. Nuk ndihem e sigurt të kem afër, as nga largësia. Ti nuk ke më të drejtë të dish si jam. Nuk ke më qasje në energjinë time. Nuk ke më përditësime nga jeta prej së cilës u largove vetë. Sepse falja nuk do të thotë gjithmonë rilidhje. Ndonjëherë do të thotë vetëm që e kam pranuar atë që ndodhi dhe po e mbroj veten që të mos lejoj kur të ndodhë përsëri. E sheh, ti humbe një version timin që do të kishe bërë gjithçka për ty. Dhe kjo është humbja jote. Prandaj tani po të drejtohem drejt për drejt. Dhe po ta them qartë. Çdo energji që ma more, çdo pjesë që ma vodhe, unë e kërkoj mbrapsht. Tani dhe menjëherë, e imja kthehet tek unë, e jotja mbetet tek ti. Unë nuk mbaj më barë që nuk më përket. Nuk lejoj më askënd të ushqet me paqartësinë, dhimbjen apo dritën time, pa lejen time. Nëse ke dikë që duhet ta dëgjoj këtë video, shpërndaje, sepse kjo është një kujtesë e fuqishme. Energjia që është marrë pa ndërgjegje, kthehet te pronari i saj, sapo ai zgjohet. Dhe sot ne po e rimarim veten.